Këto dy ligje do të nxisin mos pagimin e taksave dhe qytetarët dhe bizneset duhet ta kenë të qartë se për cilët bëhen këto ligje. Tani, ndërkohë që unë po debatoja me Ministrin e Financave, një koleg në fakt i këtij parlamenti, i Anës Majt, më shkruajti dhe më tha, ky ligj i tham duket sikur është bërë një nen për studion e X ish ministri, një nen për studion e një ministri aktual, një nen për ato që kanë certifikuar bilancet e rreme, një nen për drejtorin aktual. Tani, po e bëjmë ligjin për të përfituar zyrtarët e qeverisë, po e bëjmë ligjin për të amnistuar ato që kanë firmosur bilancet dhe kanë certifikuar bilancet duke gënjur shtetin, po e bëjmë ligjin për miqtë e qeverisë, kaq minimum transparencën e duhet ja ofrojmë qytetarëve. Ky parlament ka miratuar boll ligje me porosi, dhe këto të dyja janë përsëri ligje me porosi. Të dyja ligjet nuk janë as për të stimuluar ekonominë, as për të nxitur ekonominë, as për të stimuluar prodhimin, as për të mbështetur në një sektor të veçantë, po janë ligje të cilat legalizojnë informalitetin.